I dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam gjatë procesit të tij të edukimit, si pedagog, tani me tekste veçantë kur kemi të bëjmë me tiparin e pozitivitetit, kur i edukoi shokët e tij mbi frymën e pozitivitetit, ai e shtrinte punën e tij, veprimtarinë e tij, edukimin e tij në dy rrafshe. Rrafshi i parë ishte rrafshi i gjithë mbarshëm, ku këtu nuk mbeteshin jashtë asnjë njeri, përposa të cilët nuk kanë dashur. Po, do të thotë, kjo frymë dhe kjo edukat, kjo metodologji i ofroi të gjithëve pa përjashtim. Ndërsa rrafshi i dytë i kësaj fryme ishte më i veçantë. I dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam në momentin kur gjatë këtij procesi të edukimit kuptonte se në mesin e shokëve të tij ka të atill që mund të jenë elitar, atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me njerëzit e tillë të cilët i përzgjedhte. E kemi pasur edhe një emision për përzgjedhjen. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me ta qasja e tij ndaj një grupi të caktuar, të zgjedhur apo të përzgjedhurit ishte më e veçantë. Kjo i bie më i avancuar për njerëz më të avancuar dhe më të zgjedhur, të cilët përgatiteshin për me qenë elitar. Domethënë kjo i bie sikur po e zojmë gjatë një procesi mësimor, të gjithë nxënësit apo studentët i nënshtrohen një orari të caktuar, një plan programi të caktuar, mirë po ja që në mesin e atyre nxënësve përzgjedhet një grup të cilët kanë nevojë për mësime shtesë, kanë nevojë për seminare, për trajnime të veçanta, nga se ata e marrin rolin, pastaj rolin e atyre elitarëve. Kështu ishte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nëse dëshirojmë ta përmbyllim me një fjali, cili ishte objektivi dhe qëllimi i të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam mbas krejt këtij procesi, ishte qëllimi dhe objektiv kryesor i të dërguarit ton ishte që ai të nxjerr udhëheqës, të nxjerr njerëz të cilët janë formu, janë përgatitur, janë të gatshëm të pranojnë dhe të bartin përgjithësi. Dhe këto përmes pozitivitetit. Patjetër, përmes kësaj fryme së pozitivitetit.